Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse ndjeni dhimbje në krah, bëni kujdes, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Infeksioni i veshkave, i njohur gjithashtu si një lloj infeksioni i traktit urinar, i cili ndodh kur bakteret hyjnë në trupin ton. Trakti urinar shërben për largimin e urinës nga trupi. Urina rrjedh nga veshkat, uretër, fshikza dhe më pas nga trupi juaj. Infeksionet në çdo pjesë të traktit quhen infeksionet të traktit urinar. Në përgjithësi, infeksionet janë më të zakonshme në pjesën e poshtme të traktit urinar, i cili përfshin uretrën dhe fshikzën, por ndonjëherë infeksionet mund të rriten deri në ureter dhe në veshka, duke shkaktuar kështu infeksionin e veshkave. Rreth 1 në 30 raste të infeksioneve urinare çojnë në infeksion të veshkave. Ju përjetoni simptomat e infeksionit të veshkave vetëm pasi keni pasur simptoma fillestare nga një infeksion i traktit urinar të poshtëm. Nëse keni një infeksion të traktit urinar, është e zakonshme të ndjeni një urgjencë për të përdorur banjën dhe të ndjeni një ndjesi djegje kur urinoni. Nëse infeksioni përkeqësohet dhe kthehet në një infeksion të veshkave, ka të ngjarë të përjeptoni simptoma si ethe dhe dhimbje shpine. Prania e gurëve në veshka shoqërohet me simptoma të ndryshme, ndër të cilët është edhe dhimbja. Dhimbjet janë të mprehta që rrezatojnë në pjesën e poshtme të trupit. Në këtë video ju do të mësoni për disa kura natyrale të cilat funksionojnë kundër dhimbjes. Uthulla e mollës. Hidhni 2 lugë gjelle me uthull molle në 2 litra ujë. Shtoni pak mjalt dhe pijeni lëngun gjatë gjithë ditës. Aciditeti i uthullës është njëkohësisht efikas në shkrirjen e gurëve dhe gjithashtu zbut simptomat e tyre. Vitamina dhe mineralet. Sipas të dhënave, konsumi i rregullt ditor i vitaminës B6 ul rrezikun e formimit të gurëve në veshka. Magnezi dhe kalciumi janë 2 minerale të cilat parandalojnë njëkohësisht formimin e tyre. Këto vitamina dhe minerale ju do t'i gjeni tek spinaçi, bajamet, kosi, qumshti dhe djathi. Çaj jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e 3 deri në 4 filxhanëve me çaj jeshil në ditë. Ky çaj është i pasur gjithashtu me antioksidant, të cilët pastrojnë veshkat nga toksinat. Lëngu i boronicës së kuqe. Lëngu natyral i boronicës së kuqe duhet pirë 1 deri në 2 herë në ditë nga 1 gotë. Sipas të dhënave, ky lëng është ndër më efikasët kundër infeksioneve urinare dhe gurëve në veshka. Lëngu i limonit. Lëngu natyral i boronicës së kuqe duhet pirë 1 deri në 2 herë në ditë nga 1 gotë. Sipas të dhënave, ky lëng është ndër më efikasët kundër infeksioneve urinare dhe gurëve në veshka. Lëngu i limonit. Shtrydhni çdo ditë lëngun e 1 gjysmë limoni, përzieni me mjalt. Një lëng i tillë duhet pirë 2 herë në ditë esët në mëngjes dhe përpara vaktit të darkës. Limoni ka aciditet, antioksidant dhe elementë të cilët të luftojnë inflamacionin. Lëngu i domates. Domatet janë të pasura me antioksidant që parandalojnë formimin e gurëve në veshka. Lëngu natyral i domates duhet pirë 1 herë në ditë kundër dhimbjeve dhe gurëve. Lëngu i borzilokut. Gjethet e shtrydhura të borzilokut të përzira me mjaltin ose lëngjet e frutave duhen konsumuar çdo ditë. Përbërësit e këtyre gjeteve gjithashtu stabilizojnë nivelin e acidit urik në trup dhe parandalojnë formimin e gurëve në veshka. Soda e bukës. Përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke në 1 gotë me ujë të ngrohtë. Një lëng të tillë duhet ta pini 2 deri në 3 herë në ditë. Soda e bukës gjithashtu ndihmon në shkrirjen e shpejtë të gurëve. Hudhra. Përzieni 5 deri në 6 thelpi të shtypur hudhër në 1 gotë me ujë dhe pak mjalt. Lëngun pijeni 1 ose 2 herë në ditë. Hudhra është plot e përplot me antioksidant të cilët e mbrojnë organizmin nga radikalet e lira, toksina dhe mikrobe të cilat mundën të sulmojnë veshkat.
Zgjidhni një prej kurave dhe përdoreni për rreth 1 muaj. Këto kura ju vini juve në ndihmë kundër gurëve në veshka. Megjithatë, trajtimet specifike mjekësore mund të rekomandohen vetëm nga një mjek profesionist. Veshkat janë të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë organizmit. Procesi i pastrimit të veshkave ka një rol vendimtar në shëndetin e të gjithë organizmit. Problemi është se falë vesteve të këqija veshkat vuajnë dhe nuk punojnë siç duhet, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës. Këtu ju do të mësoni një kurë ideale me qep e cila forcon veshkat dhe i ndihmon ato të largojnë me shpejtësi substancat e dëmshme. Qepa është e pasur me vitamina dhe minerale të cilat e mbështesin dhe njëkohësisht e mbrojnë organizmin ton nga infeksionet dhe sëmundjet e mundshme si edhe substancat e dëmshme. Qepa është e pasur gjithashtu me vitamina dhe minerale të cilat e mbështesin dhe mbrojnë organizmin në shumë dimensione. Qepa nga ana tjetër shërben edhe si një efekt pastrues, si antibiotik dhe ka ndikim diuretik. Të treja këto vlera janë tepër të rëndësishme për shëndetin e veshkës pasi e prekin atë drejt për drejt duke e bërë që të jetë akoma dhe më e shëndetshme dhe më e mbrojtur. Përbërësit e qepës krijojnë kështu një mburojë në veshka dhe e mbrojnë atë nga radikalet e lira. Alicina, e cila është një nga përbërësit më kryesor të qepës, ka rolin më efikas të një pastrueseje për veshkat. Vitamina dhe mineralet tek veshkat ekuilibrojnë gjithashtu sasinë e lëngjeve në trup dhe njëkohësisht të elektroliteve. Qepa përmban vitamina A, B dhe C. Ajo njëkohësisht është e pasur edhe me minerale si kalciumi, kaliumi, magnezi, sulfuri, fosfori, jodi dhe gjithashtu bakri. Qepa përmban edhe fibër e cila është e nevojshme për sistemin tretës. Si ta përgatisni ju kurën me qep? Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 litra ujë, 2 qep mesatare, 3 tufa majdanoz, lëngu i 3 limonëve. Përgatitja: ngroheni ujë në një tenxhere, qëroni qepën dhe prini në copa të vogla. Më pas, hidhini ujin e ngrohtë në një kavanoz të madh prej qelçi dhe më pas hidhni qepët. Shtoni aty majdanozin edhe lëngun e limonit. Më pas 2 orësh shkollojeni lëngun. Lëngu duhet konsumuar në doza të barabarta gjatë ditës. Idealja është që ai të pihet nga një lugë gjelle 5 deri në 6 herë brenda ditës. Efekti diuretik është njëkohësisht i fuqishëm, ndaj kjo kurë mundet të përdoret 3 herë në javë dhe në varësi të detoksifikimit që kërkon ky organ. Rekomandohet që gjatë kurës ju të shmangni yndyrrat e ngopura dhe sheqerin, të cilat të rrisin toksinat në organizëm. Hani sa më shumë perime dhe fruta me përmbajtje të lartë ujë. Rekomandohet gjithashtu konsumi i bishtajoreve të kërpudhave dhe peshkut. Kurën mund ta vazhdoni për 4 javë. Mirë po kujdes, kjo kurë mundet të shkaktojë reagime të padëshiruara tek njerëzit të cilët vuajnë nga refluksi acidik ose irritimi gastrik. Ajo nuk rekomandohet për njerëzit të cilët janë të prekur nga tensioni ullët sepse e ul atë akoma dhe më shumë. Njerëzit të cilët vuajnë nga hipoglicemia nuk duhet ta përdorin këtë kurë sepse ndikon edhe në nivelin e sheqerit në gjak. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.